Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, kënaqësi të takohemi sërish edhe në këtë javë. Meqense mungesa e banave ka qenë një nga shqetësimet kryesore të qytetarëve, sonte do të diskutojmë të gjitha, se cilat janë banat që mungojnë, pse po ekziston ky problem dhe a është ndërmarrë diçka me këtë. Për të diskutuar rreth këtyre shqetësimeve dhe shumë gjëra të tjera, kam kënaqësinë ta kem në studio nënkryetarin e udhës farmaceutike Astrid Haxhioha. Astrid, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit juve për ftesën. Në vazhdimsi po ka ankesa që po ka mungesë të banave, po së fundmi është bërë edhe një buje madhe, duke sa i përket shqetësimit edhe ankesave të qytetarëve. Si e komentoni këtë? Fillimisht më lejoni të sqaroj në mënyrë kronologjike apo në mënyrë racionale që të kuptohet më mirë edhe prej qytetarëve apo edhe prej publikut. Në korrik të vitit 2023, nga Kuvendi i Republikës Kosovës është miratuar ligji për unifikimin e çmimeve të banave, edhe pse ky ligj ka qenë i mirëpritur prej komunitetit farmaceutik, se jemi duke pritur tash 20 vite. Ky ligj fillimisht është planifikuar që të zbatohet në janar të vitit 2024, mirë po për shkak të çështjeve teknike nga Ministria e Shëndetësisë është shtyrë më tutje. Rrjedhimisht më tutje me datën 24 dhjetor të vitit 2024, Ministri i Shëndetësisë nxjerr një vendim, pra një vendim të tepër të gutshëm edhe një vendim tepër të gabuar, në të cilën në brenda këtij vendimi të gutshëm, këtë rast edhe të kundërligjshëm, nuk është koordinuar as pak me komunitetin farmaceutik. Me këtë vendim të cilin e ka marrë Ministri i Shëndetësisë, e ka sjellë një situatë tepër alarmante dhe një situatë të cilën e shihni edhe ju sot. Si pasojë e këtij vendimit, ne vazhdimisht e kemi paralajmëruar pra Ministrin e Shëndetësisë, jo Ministrinë, pra të ndajmë këto lloj dy gjërat, sepse ne nuk kemi probleme me Ministrinë e Shëndetësisë, por me Ministrin në këtë rast. Kemi paralajmëruar që formati i gabuar, pra i cili është marrë vendimi me 24 dhjetor dhe të filloj së zbatuari me një shkurt, pra që nënkupton 8 ditë para zgjedhjeve, ka qenë tepër e gabuar edhe tepër e gutshme. Dhe duke parë një gjë të tillë, ka ardhur edhe kjo situatë të cilën ne kemi paralajmëruar, mirë po Ministri i Shëndetësisë ka vendosur që të veprojë kokë në veti, pra pa u koordinuar, pa bashkëpunuar, edhe pse në paragrafet e kompetencave të odave thotë që duhet bashkëpunoj për përcaktimin e çmimeve. Ai ka vendosur në mënyrë të njëanshme ku edhe zbatuesit e këtij ligji në këtë rast apo vendimin të cilin e kanë nxjerr janë farmacistët dhe asnjëherë nuk është koordinuar dhe pastaj ka ardhur një situatë e tillë e cila pacientët, qytetarët janë obliguar që banat t'i kërkojnë jashtë shtetit vetëm për shkak të këtij formati të gabuar i cili është bërë nga Ministri i Shëndetësisë. Duke qenë se i përmend edhe pacientët, pra në anën tjetër pacientët janë të ndikuar nga kjo dhe prekën direkt me këtë që çapo ndodh. Si e komentoni, cila është poshtë zgjidhja e tyre duke qenë që po ka mungesë edhe në institucionet publike, private edhe tjera shëndetësore? Kjo nuk ka pas nevojë të vi kjo situatë, sepse nuk kemi pasur për ta zbuluar ujin e nxehtë. Vetëm ne si shtet dhe Bielorusia nuk i kemi të rregulluar çmimin e banave. Mirë po, ky formati që mund duke menduar se mund të përfitoj për fushat personale elektorale, e ka ardhur para një mendësi e tillë e ka pru këtë situatë. Që pacienti me shku barnat esenciale, nuk po flasim barnat që janë për më të komplikuara, flasim barnat esenciale sikur glukoza, nacel. Pse të vi një gjë e tillë, kur një koordinim me komunitetin farmaceutik që janë zbatuesit të këtij ligji, një bashkëpunim, një komunikim, një takim, asnjë lloj takimi. Edhe pikërisht për këto edhe ka ardhur kjo situatë e tillë, e cila vazhdimisht ende kemi ankesat, pra jo vetëm prej qytetarëve, prej farmacistëve, prej barnatorëve, kemi ankesat edhe prej të gjithë profesionistëve të tjerë shëndetësor, sepse përveç që është ankesë për mungesë të banave, kemi ankesë edhe mos furnizim nga depot farmaceutike të cilët nuk i furnizojnë barnatorët për shkak këtij formati të gutshëm dhe të gabuar apo dhe të kundërligjshëm nga Ministri i Shëndetësisë. Dëshiroj të pyes pse nuk keni komunikim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe pse po mendon që kjo është bërë në kohë fushate? Ne
kemi komunikim me Ministrinë e Shëndetësisë, por nuk kemi komunikim me Ministrin e Shëndetësisë. Vendimet në të cilët janë marrë nga politikat e gabuara të Ministrit të Shëndetësisë, sepse në të kaluarën e kemi pasur marrëdhënie si komuniteti kemi pas marrëdhënie tepër të mira me Ministrinë e Shëndetësisë. Mirë po, me Ministrin e Shëndetësisë nuk e di, mirë po çfarë mendësie të vjen një situatë e cila për shkaqet e zgjedhjeve të vjen një situatë cila pacienti mu obligu me marrë barnët me dalë me marrë jashtë shtetit. Pse me ndodh një gjë e tillë? Ka një periudhë kohore, koordinim, lihet një periudhë kohore, ne kemi bërë edhe pyetësor për këtë dhe të gjitha përgjigjet të cilat i kemi marrur apo të cilat i kanë të zhvilluara Shtetet e Bashkimit Evropian, ka një periudhë kohore 6 muaj, 1 vjet që paralajmërohet. Diskutohet edhe me shoqatën e distributorëve që janë baza e distribuimit të këtyre produkteve, respektohen shtetet referente, qysh është edhe e rregulluar, apo qysh është edhe ligji, sepse ne çdo herë jemi kon pro ligjit dhe vazhdon të jemi. Mirë po ne kemi dalë kundër formatit të vendimit, në të cilën ky format i vendimit i ka specifikuar apo kanë përfituar vetëm kompanitë e caktuara dhe jo të gjithë. Dhe në anën tjetër, mbi gjitha e ka pësuar pacienti. Mos të harrojmë edhe një gjë shumë e rëndësishme. Ligji për unifikimin e çmimeve të barnave, përparësitë e këtij ligji janë: e para, kthehet dinjiteti i farmacistit. E dyta, bëhet unifikimi apo çmimet bëhen të njëjta në të gjithë barnatorët e licencuara në Kosovë. E treta, eliminohet tërësishëm tregu ilegal, pra nëse është në përputhje me shtetet referente, nëse respektohet ligji, dhe jo ky format i vendimit. Dhe e fundit, më e mirë është që pacientët e marrin një shërbim profesional të merituar. Apo ka hapësirë në tregun e lirë për këtë gjë? Po në formatin e tillë, unë mendoj që duke i parë raportet e doganës, sepse ne kemi një memorandum bashkëpunimi me doganën, ende ka, mirë po ne jemi për me ndalu një gjë të tillë, mos ketë treg ilegal. Tregu ilegal ndalohet nëse respektohet metodologjia e përcaktimit çmimit sikur shtetet referente. Në këtë rast, vendimi është i kundërligjshëm, nuk është në përputhje me ligjin. Pra, nuk mund të jenë çmimet më të shtrenjtë në Kosovë se sa në Shqipëri, apo edhe kundërta. Po çmimet duhet të jenë parafërsisht të njëjta. Edhe pastaj mbi këto paragrafet e vendimit, pra ka dhe paragrafet të cilat i ka detyruar ose i ka obliguar barnatorët të vendosin çmimet në stokun, në të gjithë stokun aktual. Pra edhe ti nëse i ke marrë më herët me një çmim më të lirë apo më të shtrenjtë, duhet ta shesësh ose më lirë ose më shtrenjtë, parë që nuk është korrekte dhe e fundit nuk është në përputhje me asnjë lloj ligjit aplikueshëm në Republikën e Kosovës. Të njëjtën gjë e kemi marrë edhe një përgjigje zyrtare edhe prej administratës tatimore, pra një interpretim ligjor i cili specifikisht thotë që të gjitha produktet të cilat mirët nuk mund të shiten poshtë apo poshtë kostos së çmimit të furnizimit. Po, cilët po janë shkaktarët kryesorë të mungesës së banave sociale dhe cila është lista që po mungon? Zakonisht bëhet revidimi i listës, pra po flasim në për institucionet publike dhe këto pastaj përcaktohen në bazë të kërkesës së klinikave të caktuara dhe mendoj që janë organet kompetente apo janë institucionet shëndetësore të cilat të tjerat në këtë rast publike të cilat janë përgjegjës për këto lloj përgjigje. Përndryshe barnatoria është institucion shëndetësor. Këtë duhet ta qartësojmë sakt, sepse shumë po keq kuptohet dhe po krijohet një farë mjegullie. Barnatoria është institucion shëndetësor dhe nuk është qarkullues me pakicë, ashtu siç e prezanton Ministria e Shëndetësisë në udhëzimet administrative. Pra i referohet si qarkullues me pakicë, pra është e jashtëligjshme. 1. E dyta, Agjencioni për produktet dhe pajisjet medicinale i referohet në licencën e veprimtarisë, i referohet si qarkullues me pakicë. Jo, nuk është ashtu, sepse ligji për shëndetësi neni 17.5 e përcakton sakt. Barnatoret janë institucionet shëndetësore që funksionojnë në të 3 nivelet e kujdesit shëndetësor. Pra, një herë për gjithmonë duhet ta kuptojmë edhe prandaj ju rekomandoj edhe autoriteteve, edhe juve si media që barnatores t'i referoheni si institucion shëndetësor, sepse institucion shëndetësor janë dhe farmacistët janë profesionistë shëndetësor.
Cilat janë ato lloje ankesat e qytetarëve që ju drejtohen saktësisht tek ju që po ka mungesë të banave? Cilat janë ato lloje të banave që tani më së shumti po ankohen për? Ne më së shumti kemi pasur, jo më larg se para 2 dyte, ankesa për tërësirë fiziologjike, pra që është bari, apo është bari i cili përfaqëson produktin esencial në shëndetësi. Por përveç këtyre produkteve, edhe produktet për hipertension, të cilët nuk kanë paralele pra të regjistruara në Agjencionin për Produkte dhe Pajisje Medicinale, kurse në anën tjetër këto përshkruhen prej mjekëve dhe pastaj si pacient obligohet që ta kërkoj ashtu siç ma ka përshkruar mjeku në raportet specialistike apo në një recept. Cilat po janë vendet që tash janë duke u drejtuar qytetarët për të blerë banat esenciale? Ne shpesh herë nuk kanë drejtuar edhe neve si institucion duke menduar që ne jemi regulatori këtij lloj procesi, pra të notifikimit, në të cilën ne nuk jemi, ne rekomandojmë, ne kërkojmë bashkëpunim dhe japim rekomandimet edhe profesionale, edhe shkencore dhe të cilat i nxjerrim në bazë të pyetësorit. Pra çdo herë që flasim, nuk flasim në emrat tonë personal, po flasim në emër të përgjithshëm. Mirë po, unë mendoj që brenda kësaj periudhe janë nxjerrë diku 4 lloje të vendimeve. Shfuqizoje, merre një vendim tjetër, nuk ka pas nevojë të vijë një gjë e tillë. Edhe vendimet në të cilët janë marrë në renditjet ndryshojnë, kurse në përmbajtjet mbeten të njëjta. Unë ende po çuditem, si ka mundësi atëherë kur është bërë, pra me 24 dhjetor kur është bërë edhe vendimi për çmimin e bornave, del një ministër dhe thot interpreton çmimet, jo interpreton, po keq interpreton çmimet, edhe i kategorizon farmacistët sikur keq përdorues të çmimeve të larta, duke thënë që ne do t'i 10 fishojmë, pra do të ulim 10 fish çmimet në të cilën i kanë mediat e kanë verifikuar që nuk është ashtu, pra nuk janë bërë ato ulje të çmimeve, vetëm për shkak që kjo periudhë e fushatës mund të bëjmë diçka te kjo pjesë, edhe rezultatin e ka marrë më në fund, dhe përveç kësaj deklaratë tjetër, pra në vend se me dalë të qytetarët përmes sharu, qysh po shkon, sepse është një proces jetik, si po shkon procedura. Po pra, hajde ta diskutojmë bashk, del ministri me të njëjtën, pra deklaratën e dytë, përveç deklaratës të parë të pamatur, edhe të gabuar, del me deklaratën pa asnjë lloj problemi dhe thot, oda e farmacistëve duhet të mirët me edukim të vazhdueshëm profesional dhe jo të mirët me për edukim të vazhdueshëm profesional dhe me farmacistët, dhe jo të mirët me përcaktimin e çmimeve sepse nuk është punë atyre. Pra një shprehje e tillë dhe një ministrit, aty më ka shumë çudi, për ta demantuar edhe deklaratën e ty, jemi obliguar që t'ja përcjellim edhe mediave, në të cilën një nene përcakton qartë që bashkëpunon në përcaktimin e çmimeve. Përveç që bashkëpunon, mbron edhe interesat sociale, profesionale, gjithashtu edhe ekonomike. Për çudi, po sido që t'jetë, ne po shpresojmë që do të rregullohet dhe do të bëhet më e mirë e mundshme, fillimisht për qytetarin, për pacientin dhe më pastaj jemi hallka zgjerore ne të tjerat. Pra të fokusohemi tek pacienti dhe pastaj tek të tjerat. Po ndalim edhe tek një problem esencial që është mungesa e insulinave. Ka pasur një kohë të gjatë, është një ti problem. Pjesa e insulinave ka qenë mungesë dhe ka qenë një temë diskutimi në të kaluarën për disa probleme teknike të cilët i kanë pas institucionet publike, që mendoj që kjo si tema i takon atyre dhe nuk kam informacion për këto proceset e operatorëve ekonomik për formatin në të cilën ne kemi pas edhe pjesën e temës së insulinave. Po. Pa janë institucionet shëndetësore të përgatitura për krizën pra ndaj banave esenciale? Po e thash edhe më herët, janë institucionet publike, adin të cilët i përfaqësojnë dhe mund ta japin një përgjigje për këtë, pasi nuk jam kompetent edhe unë flas çdo gjë të cilën unë jam kompetent edhe unë kam informacionet që kanë të bëjnë me farmacistin edhe me barnëtorin. Po. Prandaj ju si shoqat çfarë ndikimi keni? Ne si ode farmacistëve zakonisht japim rekomandimet që listat të zgjerohen, pra që pacientat t'i kenë të mbuluara sikur marrjen e insulinave, sikur vaksinat, po edhe të gjithë produktet tjerë esencial që qytetarët i marrin falas në barnatoret publike dhe jo vetëm të shkojnë t'i blejnë në barnatoret private. Edhe një gjë është shumë e rëndësishme.
farmacisti nuk është që duhet përfshihet vetëm në barnatore. Farmacisti përveç që punon në barnatore dhe është një pikë shumë e rëndësishme për këshillimet profesionale, farmacisti është edhe një urë kontakti midis pacientit edhe profesionistit shëndetësor, duke filluar jep këshillat për mënyrën e përdorimit, jep këshilla për ndonjë mekanizëm të veprimit se si duhet veprojë një bari, pastaj për efektet anësore të tyre, dozimin, përdorimin racional të barnave dhe pikërisht për këtë ky unifikim ka qenë shumë i mirë pritur prej neve, që dalim dhe ta shfaqim pjesën profesionale dhe jo ta diskuton pacienti me farmacistin sa kushton ky produkt, po ta pyet a keni mundësi të na sqaroni si vepron ky bari në organizëm. Pra, ç'a duhet të them me këtë? Farmacisti jo vetëm po flas çdo herë si kanë referencat e shteteve të bashkimit, pra shtetet e zhvilluara të bashkimit evropian, farmacisti është i përfshirë në Ministrinë e Mbrojtjes. Që do të them që kemi baza ushtarake në të cilën krijohen helmet. Dhe farmacistët dhe toksikologu janë përgjegjës dhe kompetent për këtë. Kemi Institutin e Shëndetësisë Publike në kuadër të qendrës klinike universitare. Ky institut patjetër do të ketë një farmacist, sepse ne jemi dëshmitar të gjatë kohës apo gjatë periudhës së pandemisë, kur kanë dalë llojet e vaksinave, për të sqaruar mekanizmin e veprimit, për të krijuar ai sistemi imunitar dhe për të krijuar ato antitrupat, cilat llojet vaksinave, kush është kompetent për këtë, atëherë ne mendojmë që u dasht farmacisti del dhe t'jep sqarimet lidhje me këto. Pastaj e fundit krejt, farmacisti duhet përfshihet edhe në këto agjencionet të cilat janë antidoping, se vetëm farmacisti e bën publikimin e listave të substancave të ndaluara për pjesën e sportistave. Pra, tash është krijuar në kuadër të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve COSADA, pra një agjencion antidoping, dhe të ishte mirë që farmacisti të jetë i gjithë përfshirjes, pra dhe mos të fokusohet vetëm në barnatoret private dhe po ashtu të është rregulluar, pavarësisht çfarë do që dojmë të bëjmë, ashtu të është rregulluar në për të gjitha shtetet. Çfarë po ndodh me shtesat ushqimore, pra që po blejnë qytetarët, sepse po shohim që ata po blejnë edhe online? Po është e vërtetë, shtesat ushqimore apo suplimentet përfshin diku parafërsisht 30 deri në 35% të stokut që e kanë në barnatore. Shtesat ushqimore, edhe pse me ligj duhet të kalojnë nëpërmjet agjencionit barnave, këto kalojnë nëpërmjet agjencionit, pra nëpërmjet filtrit të agjencionit ushqimit dhe të veterinarisë, kurse barnat me substanca apo molekule aktive kalojnë nëpërmjet agjencionit të barnave. Shtesat ushqimore apo suplimentet më së miri është që të blihen në barnatore në prezencën e farmacistit. Pse them këtë? Sepse farmacisti ka njohuri lidhje me përmbajtjen kimike apo përmbajtjen e suplimentit që ka në të. Përveç asaj, përparësia tjetër është që në çdo supliment që gjendet në barnatore e ka sikur te barna që është banderolla tek suplimentet, se suplimentet nuk kalojnë nëpër këtë procesit të pjesës çmimeve. Pra, tek suplimentet vendoset një deklaracion apo një etiketë në të cilat përshkrimet brenda kësaj etikete ta tregojnë çka ka në përmbajtje, çka ka në dozim, kush është distributor apo përfaqësues për atë produktin. Dhe momentin që ky deklaracion i ka të gjitha këto, atëherë ky produkt konsiderohet që është produkt legal dhe në të kundërtën, në momentin që nuk i ka këto, atëherë lind dyshimi se ky produkt ka me prejardhje tjetër. Dhe pastaj një përparësi tjetër pse duhet blihen në barnatore dhe jo të blihen online apo të blihen në ndonjë veprimtari tjetër, është se në barnatore momentin që ka ndonjë supliment i cili ka ndërveprim me ndonjë bari apo ka bërë një supliment që nuk ka vepruar mirë në organizmin e njeriut, atëherë ai ka ku tankohet. Shkon në barnatore dhe merr masa, kemi organet kompetente që është inspektoriati farmaceutik, pra ka ku drejtohet pacienti, është oda e farmacistëve që ka këshillin etik, ka gjyqin e nderit i cili trajton ankesat e qytetarëve dhe merr masa kundër farmacistit nëse shem që ka ndonjë problem profesional. E pikërisht për të ne rekomandojmë që jo të blihen barnat online, po barnat të blihen në barnatore, edhe çmimet
po ju siguroj që tepër janë më të lira në barnatore se sa të blihen në ndonjë veprimtari tjetër. Kjo nuk ka dyshime. Apo ndodh kjo shkaku edhe i çmimeve? Jo, kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën edhe pa u kon unifikimi i çmimeve, mirë po ne duhet të specifikojmë qartë që suplimentet apo shtesat ushqimore më së miri t'i rekomandon farmacisti, edhe t'i tregon si përdoret, sa duhet, edhe biles paku edhe mund t'i rekomandoj t'i bëj analizat për matjen e vitaminave, mineraleve dhe pastaj në bazë të asaj, bazë të vlerave referente, t'i përcakton edhe farmacisti cilat llojet e suplimenteve mund t'i përdorish dhe të mos përdorim një diçka që të panevojshme. Të ndalemi edhe në fund tek pjesa e çështjeve të specialistëve të farmacistëve. Çfarë po ndodh? Si ka mbetur kjo çështje? Po, kjo problematik është kogja e gjatë, sepse në Kosovë kemi diku parafërsisht mbi 50 specialistët farmacistë, duke filluar prej farmacistëve klinik, duke filluar prej hulumtimit dhe kontrollit barnave, pastaj toksikolog dhe të tjerat. Ministria e Shëndetësisë na ka sponsorizuar të gjithë specialistëve me vlerë mbi €500.000 për të përfunduar na këto specializimet dhe pastaj të sistemohemi në për klinikat, të japim ato në të cilën jemi subvencionuar. Farmacisti klinik duhet përfshihet në çdo lloj klinike në qendrë klinikë universitare. Pra, jo vetëm në ÇKUK, por në të gjitha rajonet ku janë spitalet. Një. E dyta, kanë përfunduar edhe specializimet e hulumtimit dhe të kontrollit barnave. Atyre i duhet vendi në agjencionin e barnave ku është departamenti për kontrollin e cilësisë, në agjencionin për produkte dhe pajisje medicinale. Toksikolog tash është bërë një hap pra në qendrën klinike, po presim edhe specialistët tjerë të sistemohen dhe jo të bëjmë politikat e gabuara sikur që është bërë. 30 specialistë të farmacisë klinike kanë përfunduar, e thash edhe më herët, janë sponsorizuar dhe pastaj Ministria e Shëndetësisë, Ministri i Shëndetësisë i ka lënë jashtë të gjitha këta dhe ka hapur konkurse tjera duke i thirrur si kuadro deficitare. Pra kuadro mungesë, mi sponsori përsëri mi subvencionu, kurse 30 të tjera presin jashtë për të sistemuar në qendrën klinikë universitare. Përsëri edhe kjo e gabuar. Pra mendoj që nuk është problemi vetëm i unifikimit çmimeve specialistave të farmacisë. Kemi probleme edhe me kujdestaritë e barnatoreve. E dini shumë mirë çu ka qenë ky problem, lidhje edhe diskutimi a është kompetent Komuna e Prishtinës apo është kompetent agjencioni i barnave, që edhe ne si komunitet apo si ode farmaciste kemi met një farë pozitet pa lakmueshme, a me përkrah këtë, a me përkrah këtë. Kurse në të njëjtën kohë del para parlamentit, pra para kuvendit Kosovës, del ministri thotë unë e kam në tavolinë, vetëm po pres zyra ligjore të ma konfirmoj dhe kujdestarit apo udhëzimi administrativ për institucionin shëndetësor barnatore, ku përfshin edhe kujdestarit, do të bëhet në nivel të përgjithshëm dhe jo lokal, që ne po pajtojmë plotësisht që kujdestarit duhet të jenë në përgjithësi të njëjta për të gjitha qytetet dhe jo në qytetet e caktuara. Mirë po, prit mos po bëhet një gjë e tillë, pra edhe me këtë kemi problem. Kemi problem me shkollim specialistik. Kemi problem me udhëzimin administrativ për receta. Çka ka të bëjë me sektorin e farmaceutik, ne kemi problem. E çfarë problemi ka ai personalisht, ajo është mbetet në ndërgjegjen e vet. Mirë po ne po kemi dëshirë që pacienti dhe qytetarit përfitojnë mbi gjitha dhe më pastaj të tjerët. Së fundmi, a keni ndonjë mesazh drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë apo ministrit? S'kemi asgjë kundër Ministrisë së Shëndetësisë, po vetëm jemi kundër Ministrit të Shëndetësisë me politikat e gabuara të cilet i ka bërë dhe vazhdon t'i bëj. Faleminderit shumë për këto këshilla dhe informacione që dhe për shikuesit tanë. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisioni. Mos harroni të na ndiqni në faqet tona kryesore. Natën e mirë dhe mirupafshim.